Mbyllja e ngushticës Hormuzit, pasojat e tmerrshme që do të sjellin ekonominë botërore, apo një krizë e frikshmëurie që pritet shumë shpejt të ndodhë. Ideja që më përparë se të mjetet e komunikimit janë tepër të parapër. Ju besoni dhe ju këtë si e lidhni, domethënë që t'ja faktoni atyre njerëzve që nuk e besojnë këtë gjë. Shiko, pikë së pari njerëzit e pamundur të faktosh atyre që e kanë tashmë mendjen të mbushur. Është problemi i madh kur e ke mendjen të mbushur, po e ke të mbushur kot. Puna është që unë i vlerësoj gjërat në bazë të fakteve. Pra nëse dikush thot diçka dhe vërtetohet, do të thotë që ai ka treguar të vërtetën, të paktën në një rast. Për ngushticën e Hormuzit, për këtë urinë që do të vijë, situata të tjera që shumë keq ka për të bërë, shumë keq. Që do të shkoj për keq. Shumë keq. Nga se lidhni ju këtë, domethënë? Ka libra për këto punë që tregojnë shumë qartë që kjo botë nuk drejtohet nga qeveritë që ne shohim sot. Janë shërbëtore, janë kukulla, janë kamerierë të bindur të ustallarëve që qëndrojnë në hije, edhe janë të ndarë në rrathë ndryshme.